Për më shumë se 2000 vjet, historia e Atlantidës ka tërhequr vëmendjen e historianëve, filozofëve dhe studiuesve në mbar botën. Qyteti legjendar u përmend për herë të parë nga filozofi grek Plato, i cili përshkroi një civilizim të fuqishëm që sipas tij u zhduk brenda një dite dhe një nate pas një katastrofe natyrore, duke u fundosur në det. Në vitet e fundit, disa teori alternative dhe diskutime që qarkullojnë në rrjetet sociale, veçanërisht në TikTok, kanë ngritur një ide pazakontë, mundësinë që Atlantida të ketë qenë pranë brigjeve të Shqipërisë në zonën e Durrësit. Sipas disa pretendimeve të përhapura mes studiuesve amator dhe entuziastëve të historisë, në fundin e Adriatikut përballë Durrësit mund të dallohen forma që ngjajnë me struktura të lashta. Thuhet se rreth 20-22 milje larg portit të Durrësit, në drejtim të barit dhe në një thellësi rreth 100 metra, ndodhet një zonë që disa vendas e quajnë Durrësi i mbytur. Sipas këtyre pretendimeve, zona mund të shtrihet rreth 9 kilometra dhe në disa harta batimetrike apo pamje satelitore duken forma që ngjasojnë me rrugë ose struktura organe. Megjithatë, këto ide nuk janë konfirmuar shkencërisht. Ato kanë nxitur vetëm diskutime për mundësinë e studimeve të ardhshme me teknologji moderne, si skanima sonar, robot në ujor dhe pajisje eksplorimi. Një tjetër argument që përmendet shpesh në këto teori lidhet me fisin i lirë të taulantëve, të cilët historikisht kanë jetuar në zonën e Durrësit. Disa autorë spekulojnë për një lidhje të mundshme gjuhësore mes emrit Taulanti dhe Atlanti, megjithse kjo mbetet një hipotezë që nuk pranohet nga shumica e historianëve. Po ashtu përmendet fakti se Durrësi është një nga qytetet më të vjetra në Adriatik dhe ndodhet në një zonë sismike që është goditur nga tërmete dhe përmbytje gjatë historisë, çka sipas disa teorive mund të ketë zhytur pjesë të qytetit të lashtë në ujë.